Si do të jetë ushqimi në xhenet? Ka ushqim domethënë si gosti, që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka ushqim që është si gosti, fillim sa të hin ti, e ke pa kur hiç diku në fillim? Ka fillim aty për gostitje. Pastaj vjen darka e madhe. Fillimisht është përmend domethënë thuhet ziyadat kabidil hut. Ne të njerëzit nuk është bashkë theksuar te mëlçia, mi po te balenat është mëlçia gjatë, mëlçia e çmajt, edhe është një mesni pjesë mishi. Ajo është thonë më e lezetshme. Ajo do të jetë gosti për xhenetlit kur do të hin fillim. Pra, ushqim për gostitje, me se keni ardhur në xhenet, do të jetë kjo. Bile do të jetë edhe një mish prej një demi i cili ka hongër prej skajeve xhenetit. Është ushqim me skajet e xhenetit, do të thonë prej bafshë të xhenetit, mirë për skajet e xhenetit. Ashtu ka ardhur hadith. Edhe kjo do të jetë prej ushqimeve të para. Këto janë si gostitje. Mirë se keni ardhur, banat e xhenetit, selamun aleikum, do t'u jepet selam, nga melekët, nga vet Allahu do t'u jepet selam, edhe bujëm tash hani nga ushqimet më të mira. E pastaj ka domethënë është përmend në Kur'an janë përmend shumë ushqime, prej ushqimeve është përmend lahmi, pra është përmend mishi i shpenzëve. Janë përmend disa frute që tham, disa frute me emra të shega, po shega është përmend, është përmend domethënë hurmat janë përmend, si nakhl, si pemë. Pastaj janë përmend edhe pire ndryshme janë përmend, vejna, frutet e ndryshme, fakje. Pra prej fruteve është përmend fakja, domethënë hin krejt llojet e frutave. Mirë, po këtu tham vetëm emrin e ka të njëjtë. Domethënë mund ta ketë edhe emrin ngjajshëm, shembull rumani, shega që është përmend. Ajo e dim çka është sheg. Mi pas mund të mos na shkojnë në mend se është e njëjtë në shije. Prandaj atje shijet janë ndryshe. Për shembull për pirjet e xhenetit. Allahu subhanahu taala jo si gostitje vetëm të pim, ka bë lumej të tërë për të pi. Lumej të tërë që janë lum prej qumshtit. Lum prej bile qumshtit për qumshtit çka ka përmend Allahu subhanahu taala në Kur'an. Thot lebelin lem yataghayyar ta'mu. Thot ka lumej prej qumshit i të cilit çka nuk i ndryshon shija. Nuk i ndryshon shija, se e dini qumshi pak si trinë pa frigorifer, me njerë prishet. Allahu këtë ndjen që neve, se si cili prej neve ndoshta ka provu, kur qumshi është i prishet. E ka përjetu atë të keqen, atë sikletin. Me dijen abon Allah thot, jo, ki qumshi nuk është ashtu. Ki nuk prishet asnjëherë. Pasi thot edhe majn gajra asin. Po thot edhe ka edhe lumej prej ujtit, mirë po çka ujti? Nuk i ndryshon çka era. Nuk i ndryshon era. Te qumshi përmend shijen, te ujti ka përmend erë. Te vera përmend ledhetun lisharibi. Për verën thot do të jetë e lezetshme për atë që e pin. Vera do të jetë do të kënaqesh kur ta pish verën e aqeshme. Bile pejgamberi sa shpesh e përmend ai i cili pin këtu do t'i pamundsohet atje. Sikurse edhe për veshjet, ai i cili e mban mandafshin këtu prej meshkujve, nuk do ta vesh atje. Pra këto janë gjërat e cilat neve na sistematizojnë jetën. Pra të kenë rregull në jetë. Mos jetë jeta jonë shtazaraka, domethënë të jetë si kafshë vetëm për të kënaqur, për të dëfryer jo. Nena ma lart se aq. Nena njerëz që Allahu na ka dhënë mend dhe dim ta dallojmë çka është e mirë, çka është e keqe. Pra përmenden gjëra përmenden edhe xhenxhebili, pra xhenxhefili. Do të ketë edhe pije thot Allahu subhanahu wa taala, mizajuha xhenxhebila. Pra sa i thot mizajuha kafura në një vend tjetër. Pra do të ketë pije e cila në përmbajtjen e vet do të ketë xhenxhebil. Xhenxhefil që i thonë gjuhë apo këto maqedonët i thonë xhumbur. Po. Pastaj do të ketë edhe kafur. Kafuri është interesant se është një pemë në Azi. Në Azinë jugore, bile është një pemë e madhe. Bile thuhet që rritet deri në 50 metra lart. Prej asaj nxirret kjo kafuri. Bile kafuri më herët është përdorur domethënë si antibakterial, edhe kundra viruseve kështu me radhë. Mirë po përdoret edhe çka, edhe gjatë qefinjosës është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të përdoret. Kafuri është një substancë e cila është e bardhë, duket sikurse kripa kur nxeshet, kur nuk ka më ndahme, apo si sheqeri kur të bëhet bashk, që do ta ndahesh pastaj me lugë. Çashtu përgjan edhe kjo kafuri. Mirë po ka shumë erë të fortë. Edhe erë të këndshme. Edhe përdoret domethënë do të jetë edhe prej pijeve të xhenetit. Kjo si pije. Pra përmenden shumë gjëra tjera, por këto janë ato çka më shumë ti përmenden. Allah na mëson të shijojmë, ja rab.